Oh, sa i bukur ka nisur mëngjesi kësaj dite, te jetë mbreslënëse, se nuk dua pasuri më të madhe se sa të kënaqërit e shpirtit dhe mbushjen e tij me thesaret fjalësh, ngjarjesh dhe vendesh. Ka 3 ditë që kam ardhur në qytet këtu në Pej, në po të njëjtën lagje dhe vend, te shtëpia piktorit. Nuk do bëj retrospektive në kujdesen time, sepse ja vlen ta shijoj të sotmen e çastit brillant. Ngrihem nga shtrati paksa i lodhur, nata që kaloi ishte e lodhshme, nga që këndova deri vonë në shëtitoren e Pejës. Tek porta xhamisë së vjetër, mora lajmin e hidhur të vdekjes së Xhaferit, një besimtari dhe tregëtari tejet të ngritur për nga vlerat e tij. Mirëmëngjes, më përshëndeti Nita e bukur. Tek po fshinte xhamat e dyqanit të saj, sa e dua të femër. Buzëqeshja, vazhdova për tek çajtoria e mikut tim nga Rugova, aty përballë çarshi xhamisë. Nuk po dëshiroja as pak ta prishja qetësinë shpirtërore që po më vadiste, përjetuar dashurisht gurgullimin e lumit që rrjedh aq bukur në këtë qytet dashuror. Aty ritakova mikun tim të vjetër, me të cilin vite më parë, tek shisja parfume në shëtitor në qytetit, nuk kalonte natë pa pirë kafe, pa biseduar dhe debatuar. Seriozisht, me kishte marrë malli për atë njeri me vlera, se si ja nisem debatit më të, teksa zemra përlotej duke dëgjuar, duke ja shijuar çdo reagim pasionant të tij. Pronaren e shqetësuam dhe kjo më vrau. Më vrau disi sepse dihet që ai që ka lokal, dyqan ose diçka të ngjashme, ka të bëj me njerëz gjatë gjithë ditës, nuk e ka të lehtë. Sepse ke të bësh me lloj-lloj njerëzish, me lloj-lloj mendimesh, fjalësh dhe lëndimesh. Shto edhe ngrakesën familjare, Zot më fal, u pendova për atë gabim, prandaj edhe sot vendosa të ruaj veten nga çdo lloj debati. Çfarë po shkruan? Më pyeti Nita, nga që më pa duke zgaravitur në letër, ulur afër xhamisë së qarshisë. Jo, nuk po shkruaj, po zgaravis. Vetëm se këto zgaravinat e mia kanë kuptim, kanë mesazh, kanë përjetim dhe lot, kanë shpresa. Ha ha ha. Na mbyte, jo nuk të mbyta, po filozofon. Është normale të filozofosh në kohra dhe situata të caktuara. Të filozofosh do të thotë të kërkosh një rrugëdalje ose 101.000 e më shumë. Rrugdalje, pyeti ajo me një lloj habije, për Kosovën, Shqipërinë apo për kë? Për mbar njerëzit. E them kështu nga që për shkrimtarët, ata dhe është letra e bardhë. Ç'mendim, tha ajo, teksa u përkul kind se po largonte paksa vazon dhe më ktheu vithet e saja të mëdha,
që e veshur me geta të zeza, teje transparente, ia paraqitnin kofshët mahnitëse ku si për tyre ekspozoheshin tangat e saj. Mua me kaploj flaka e epshit. Bëra ti vërsulesha, por e mbajta veten. Mendimet po eksploronin trupin e saj, ku buzët e dëshirës e puthnin tërë trupin e saj, mahnitës. Pse heshte? Hiq, me fal zemër, se do iki. Shko dhe bjeri me dorë të djathtë. E patat të vështirë seriozisht, fillimisht ta bindja veten tek pozbrisja për tek banesa ime, ti qëndroja besnik mendimit dhe frymëzimit që më erdh, teksa po lexoja dje rrjeshtat e para të romanit me titull Doni i qetë. Aty u ndez shkëndija e parë për të shkruar diçka për ditënetet e këtij qyteti. Nuk pata lek me vete se për vallahi do ta kisha bler me të dy duart këtë libër. Çmimi 30 euro. Unë në xhep s'kisha vetëm 50 cent. Zbrita në Dardani, shkova tek xhamia Haxhi Devollit, aty mora abdes dhe u fala. O Allah, çfarë ndjesie. Ndaj dhe u pikëllova. Përse jo i thash vetes? Përse të mos e shkruash një roman për këtë qytet? Tashme kufite inshallah po shkojnë drejt shkrirjes, por kanë mbetur mbeturinat antishqiptare që shfrytëzojnë goje të ndotura me kataresh shqipfolësish, e ku e di Konis Polati realitetin e thellë të këtyre njerëzve, ku Ortegu i dhimbjeve të luftës, Ortegu i shkatërues, i patrafshuar, po thuajse të gjithë qytetin. Edhe sot, pas 25 viteve që ka përfunduar lufta, plagët ende nuk janë shëruar plotësisht, ku ka të zhdukur dhe nuk di askush për fatin e tyre, ndoshta që në ndonjëherën ndodh që në ndonjëherën prej shtëpive që nuk funksionon zilja e shtëpise, po trokite, nxall një farë ankthi, duke qenë se trokitjet e dikurshme kanë qenë një tmerr. Ato trokitje janë shoqëruar jo rrallë më e pakta me dhunë psiqike, më e shumta me pranga, përdhunim ose vrasje. Kthehem për tek shtëpia ku fle, me 2 euro në natë. Aty tek piktori i vjetër i qytetit. Kisha për të karikuar atorpolantin dhe mikrofonin blere 20 euro në qytetin e Gjakovës. Pak ditë më përpara, po vrapoja si me nxitim, sepse doja ta kapja orën 11:00,
për shkak se doja të kapja pra orën 11:00 për shkak se atë orar nis vrulli i kalimtarëve dhe aty ke mundësi për të përfituar ndonjë bakshish. Sa po kalova stadiumin, kur ja një qen pitbull në trotuarin përballë. Kthehem si me vrap, po shikoja nëse më ndjek ky qen ku të kapesha në ndonjë avlli, madje duke vrapuar takova tetonazen, një grua që dikur e kam pas njohur në qytetin e Ulqinit, në plazhin e Valdanozit. I kishte shkutuar flokët dhe lyer me bojë të kuqe. O, Deni, ku je o shpirt? Tetonaze, si të kam, mirë mërsyn. Tetonaze shikoj majtas dhe djathas, pasaj më hodh duke më puthur, e kërësisht. Madje zgjati llapën dhe e futi në gojën time. Të dashuroj, Deni. Pina, teto, asnjë fjalë, nuk të lejoj të flasësh. Shtëpin e din. Duhet të vish sonde tek unë se burri me ka vdekur në kohën e Covidit. Tonda kokën në shenje keqardhje, po ashtu edhe turpi, nuk fola gjë. Se vete pata fajin që ja zgjata dorën. Ha, nuk të pëlqen? Pyeti tetonaze. Nuk më erdhi mirë. Dashuria nuk njeh moshë synim, tha jo. Tek më shtëngoj fort. Hajde sonde tek banesa ime, pas orës 10 të darkës. Derën e oborrit e ketë hapur. Po them derën e oborrit, dritën e oborrit e fik, ti hajde në katin e dytë, sepse dhe mos të kykt fare, hyr brenda, ecën pak në korridor, në krah të majtë, është dhoma e gjumit. Aty më ke mua veshur me një këmish të bardhë të gjatë, do i vesh çorapet e gjata të kuqe dhe asgjë tjetër. Do blej pijet më të shtrenjta për ty. Tetonaze, mirë u pafshim. Të them të drejtën, ndjeva një keqardhje, por kjo është jeta. Duhet të përballesh edhe me gjërat që nuk shkojnë.